dje në mëngjes, është shfaqur në fshatin në Maltebris, në Klezen, dhe është përhapë në Shas. Gjatë paraditës së sotshme ka qenë e normalizuar, tash me shfaqjen e erës është përsëritur prep, të trafastacionin në Katërkoll, në Maltebris, në Klezen ishte shumë gjëne e keqe. Tani jemi duke e mbikëqyrë situatën bashkë me ndërmarrjen e zjarfikseve, policinë, ndihmën nga Podgorica, nga të gjithë qytetet e Malit të Zi kanë ardhur të ndihmojnë dhe nga Shkodra. Jemi duke e mbikëqyrë situatën, tash falë Zotit inshallah e ndal edhe erën që të stabilizohet gjendja. Para 5 minutash ishim me kryetarin duke vëzhguar trafastacionin, është dikon rreth 250 metër largësi. Tash jemi duke vëzhguar, tash edhe ndërmarrja e zjarfiksave është atje. Pas meje është edhe një makinë e zjarfiksave. Jemi duke mbikëqyrë situatën. Ja lam edhe erës inshallah pa ndalën Zoti e ndal.